Pas një sër hetimesh intensive, policia e Durrësit ka dalë në konkluzionin se letra e gjetur në banesën e familjes Kajtazi, shkruar nga 18 vjeçaria Orialda Kajtazi, e cila prej thuajse një muaji rezulton e zhdukur, së bashku me motrën e saj 15 vjeçare. Blut kanë dalë në këtë përfundim pasi krahasuan një esetë të shkruar nga 18 vjeçaria, gjatë kohës që vijonte gjimnazin Leonik Tomeo, dhe shkrimet kanë qenë thuajse identike, çka përforcon idenë se vajzat janë larguar me dëshirën e tyre nga banesa. Në lidhje me largimin, policia dyshon se vajzat mund të kenë hatërmbetje me prindrit, çka sqaron dhe letrën e formuluar në formë hakmarrje. Në të shkruaj: "Hakun e morëm, shtëpinë ta dogjëm, vajzat nuk e për t'i parë më me sy." Dy motrat Kajtazi, një prej të cilave minorene, dyshohet se po shfrytëzohen në lokalet e natës në qytetin e Durrësit. Sipas hetimeve të policisë, mendohet se shoqërohen nga një 15 vjeçare, e cila siguron femra të kërcejnë nëpër klube natë në qytetin bregdetar. Për herë të fundit, dy motrat janë parë në afërsi të stacionit të trenit në Durrës, por pas bërjes bujë të lajmit në media, nuk u pan më në qarkullim. Zbardhja e tabulateve nga policia është një tjetër provë që përforcon idenë, pasi kanë komunikuar për disa minuta me një femër. Dy motrat Kajtazi u larguan mbrëmjen e 15 korrikut, pasi kishin helmuar prindrit, i kishin vënë flakën shtëpisë dhe grabitur kursimet e familjes.